Se mëdhenjtë e kafes nuk e kanë mohuar as qytetarët. Disa preferojnë që kafen e tyre ta pinë në shtëpi, e disa të tjerë në ndonjë kafene. Kur s'jam konë, po filloj më bu kadale konsumusi kafes, se besoj që epoka industriale definitivisht u furnizu nga kafja, se s'jam bo njerëz me punu 8-9 orë çdo ditë pa pushime, veç vikendit, kështu që pikena, po duhet me kafe me qësi stimulante. Një max edhe i pi gjithë para orës 12 ditës, se kafja trenë në sistem 12 orë, edhe për shembull unë e bi me flet dikon kam 12, kështu që s'du me ra me flet me kafe në sistem, se ma prish gjumin, domethënë. Por për sot i ka thënë jo kafes. Moj, gjithësysh, që për shembull sot s'kam pi kafe. Zbesoj që kom e pi sot se po du me flejt, mi afu që tash një zëmë se të natën prom kom najt të shkruesi. E me një kafe në ditë e kalon 24 orëshin edhe qytetari Abdullah Hoxha. Po, vetëm në shtëpi me familje. Një kafe që ma tepër e kom ndaluar për mjekut. Nuk është diçka që ta mon shpirtin, pse jo, pa ujë s'muj me nejtë. Dërkaq Beqir Gashi thot se nuk ka mundësi të pi më shumë se një kafe, pasi që pensioni i tij është i vogël. Kafe, kum pi, po një, kum pi. Një. Pensionerët më shumë s'kan mundësi, mundot me kalu. Mos e pi fshat ditën e pi notën, se jam edhe në sigurim, punoj notën, e pi notën, e vinë bën punës. Që ta, muj. A i të unin e kum pi 35 vjetë e kum leon që muj edhe pa kafe. E Fari Sheqiri ka treguar se gjatë ditës i pi deri në 3 kafe. Po zakonisht mëngjes, para se me fillu punën, se pim nga një kafe, pastaj vazhdojmë me punë që i kemi obligative gjatë ditës. Mëngjes një kafe, pastaj edhe në kohën e pauzës njës, 3 kafe, mas shumë ti. Por ditën e tij nuk mundet ta paramendoj pa kafe. Dëshysh s'moj me paramendu ditën pa e pi të paktën një kafe në mëngjes, edhe një dikur ka mramja. E që kafeja i është bërë shprehi e ka pranuar edhe Xhemal Gërbeshi, i cili thot se pe çdo ditë, duke filluar nga shtëpia e pastaj në kafene me shoqëri. Në mëngjes një turke, gjatë ditës një macchiato rrodh. Alla, ta shkove të funit 2-3 eventualisht, varët për ku të kemë nej me shoqëri. Po, mundem. Po, kështë me thonë e pi për qef në mëngjes, si e kam pas si shprehi, po edhe mos me pi nuk bëhet në unë. Zakonisht në mëngjes kafe turke të mesme, e gjatë ditës bon vaki me në shoqëni prap në turke ose në macchiato, po rrot 2-3 eventualisht, shumë rrot. Shukri Redkoceri, qytetar nga Ferizaj, ka thënë se brenda një dite pi deri në 4 kafe, teksa ka treguar se cilin lloj e preferon më së shumti. Unë e pije Nescafe 4 herë në ditë. Kafen e turkut nuk e pije, nuk me pëlqen, nuk e pije Nescafe me qumsht 4 herë në ditë. Preferencat e tij janë të njëjta qoftë në shtëpi apo në kafene. Edhe në shtëpi, edhe në restoran. Në shtëpi pihet kafja me familje, normal. Po në restoran, me shoqëri, edhe ajo është një aktivitet, është shoqënor, njerëzor. Ai madje ka thënë se nuk ndodh kurrë që të mos pi 4 kafe në ditë. Kur nuk e kaloj pa e pije, jo një, pa 4 kafe, Nescafe, për çdo ditë. Kafen e parë e pi në shtëpi me familje, kurse 2 e 3 të tjera kur takohem në qytet me shoqëri. Kështu ka thënë qytetari Vesel Veseli, i cili tregon se asnjë ditë nuk e kalon pa kafe, pasi siç thot ai është e mirë për shëndetin e tij. Varësisht të besë të 3 qashtu një. Një do me thonë gjithmonë të mjesit në shtëpi, po mas andaj edhe kur takona me shok në qytet mundëm me pi edhe 2-3, nuk ndodh. Edhe e preferoj ato sepse thuhet se ajo e ngrit tensionin e une e kom genetikisht tensionin e ullt e mu vyt diska që e ngrit tensionin e jo me ndiku më mra tensionin. Fate Hoda i thot se gjatë ditës preferon të konsumoj deri në 2 kafe.
Kjo tregon se kafeja në shtëpi nuk I pihet dhe se preferon të dalë në ndonjë kafene. 1 deri në 2 maksimumes. Ma shumë se preferoj. Se kam problem për kafe, se na sen, pa problem. Një të madhe. Jo në kafe, valla, se në shpes më pihet. Ndërsa Adelina Hoda I thot se gjithmonë është iniciatore kur bëhet fjalë për kafe. Madje tregon se në masë të madhe I frekuenton kafenet e që në ditë I konsumon deri në 4 sash. Por nuk ndodh asnjëherë që ajo të mbyll ditën pa një të tillë. Po pina kafe, unë e pi ma shumë zakonisht, edhe jam ajo iniciatorja për me dalë për me pi kafe. Dalim shpesh, edhe pse jo në Prishtinë se jena Mitrovicës, po dalim edhe Mitrovicë, po edhe Prishtinë kur vina e kur frekuentojna kogja shumë kafet. Varsisht prej kohës kur dalim, sa dalim, në qytet zakonisht 2-3 najherë, anë shpe, si që ona mëngjes njëherë nuk nisi kur gjava e vini kafe, kështu që jam kogja frekuentuese e kafeve. Jo, nëse jo në qytet në shpe gjithësysh do të me pini kafe, se për ndryshe kryt në fëlset.